Këto janë pamjet në hyrje të qendrës turistike Kodra e Diellit. Kolona të gjata të veturave, parkime të papastruara dhe një grumbull mbeturinash që në hyrje të kësaj qendre. Ndërkaq mos pastrimi i parkimeve ka bërë që hyrja për në Kodër të Diellit të jetë e vështirë, kurse rruga për në vikend shtëpizat mezi është e kalueshme. Nga komuna e Tetovës, që e kanë edhe obligim pastrimin e kësaj rruge, thonë se për shkak të rreshjeve nuk është pastruar ashtu siç duhet, ndërsa për mbeturinat thonë se obligimin e ka kompania që i ka me koncesion mbeturinat. Gjatë ditëve që ka pasur rreshje të borës, kompania e cila është përgjegjëse për mirëmbajtjen e rrugëve ka qenë në terren, vazhdimisht i ka pastruar rrugët, ka pasur vështirësi në kalim, por sigurisht ka qenë e pamundur që të lirohen qenë rrugët shumë të pastërta. Ndërsa sa i përket punës së mbeturinave, duhet të kontaktojmë me kompaninë përgjegjëse për të parë se si është gjendja me mbeturinat në Kodrën e Diellit. Nga komuna e Tetovës bëjnë me dije se gjatë ditës së shtunë pritet që të fillojë transporti publik për në Kodër të Diellit, ku i njëjti do të funksionojë gjatë vikendit. Është paraparë që nga dita e shtunë apo këtë vikend të fillojë linja e rregullt e cila nga Tetova të dërgon në Kodrën e Diellit. Linja si edhe vitet e kaluara do të jetë me të njëjtin orar, domethënë do të jetë vetëm gjatë fundjavëve. Drejtori i ski qendrës thotë se gjatë ditës së sotme, për shkak të erës së fortë, e cila është rreth 80 km/h, nuk janë lëshuar në përdorim 6 ulësja, cili pashina dhe 2 ulësja. Ne si ski qendër, sipas kushteve atmosferike që i kemi për momentin, e shohim se teleferikët nuk mund të asistojnë në funksion sepse era frin diku mbi 80 km/h në lart. Edhe shkaku i asaj deri më tani funksionon Teteksi, aerodromi edhe Geja sipas kushteve se edhe atje është lartësia mbydetare e lartë dhe ka shumë erë. Qendra e skijimit u lëshua dje në mënyrë zyrtare për skiatorët, ndërsa problemi i parkimit, mbeturinat dhe mos pastrimi i rrugës të vikend shtëpizave është problem çdo vit. Hapja e sezonit të ri të skijimit ka bërë që kjo qendër të ketë më shumë vizitor nga vendi, por nuk munguan as turistët nga Kosova, Shqipëria dhe vende tjera fqinje.